Mirë shumë qerdët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Ska ende 110 publike të publikuara zyrtarisht prej partive politike. Çka është kjo praktik? E kemi pas edhe më herët këtë çështje në diskutim pikërisht në Kompas dhe na ka ndodhur edhe me shty transmetimin për shkak që partitë nuk i publikonin listat. Pse duhet me lanë këso befasi? Zakonisht kështu vepron lëvizja vetëvendosje. Edhe në zgjedhjet e fundit dhjetorit, edhe më herët është e fundit që dorëzon listat. Mendoj që ka mas paku arsye ta bëj një gjë të tillë. Me qenë vend Albin Kurtit, i pari e kisha dorëzuar listën gjatë ditës, sepse aty është vetëm Albin Kurti që sjell vota, të gjithë tjerët janë të parëndësishëm në atë listë. Edhe milon zbrasta disa vende, qytetarët e votojnë Albinin e jo kandidat të këtij subjekti politik. Po, as parti tjera si kanë qitë? Po, parti tjera zakonisht, si duket, e kanë marrë mësimin e vetëvendosjes, zgjedhjet e kalume në këtë kohë kanë pas dalë listat e kandidatëve për deputet dhe i kemi pas komentu, po tash nuk e di, me siguri ka pak knatësi të brendshme, pat edhe reagime se ku janë vendosur me pozicionimin e tyre në lista, edhe në LDK, edhe në PDK. Kjo me gjasë është arsyeja mirë, po këto po flasim për një orë e gjysmë dhe të nesrit do të komentojnë gjatë gjithë ditës të lista dhe nuk ka arsye pse mu maj der momentin e fundit sepse paka shumë po dije. Der tash ka ndalë dhe që aparu bo publike në subjektet kryesore për pos lëvizjes vetëvendosje edhe dihet se kush është dhe që aparu. Për mendimin tem nuk është shumë e rëndësi pse bëhet ka që zhurmë se në cilën numër e kanë, mesoj se emri e bën numërin. E maj men zgjedhjet e mëhershme, Vjosa Osmani ishte patron nga Isa Mustafa poshtë në listë, mirë po ajo pa dalë shumë e fuqishme në ato zgjedhje dhe nuk ka kur farë arsye, nuk ka pse duhet me pas reagimet të tilla që ka pas deri tash. Dhe pse duhet në ditën e fundit me u marrë krejt qëto vendime, me u kumtu edhe ankesat edhe paknaqësit edhe numrat, pse për shembull jo në mëngjes ose pse jo një ditë më herët? Po zakonisht kjo është për me bleku vendimarrësit, në mënyrë që kur publikohet lista, mos me pas mundësi tani formalisht as për tërheqje, për arsye se thonë ka përfundu kjo çështje gjithherë sillet në këtë format. Mirë po në rrethon tjetërisht do të duhej listat të ishin spaku një ditë përpara. Mirë po në besoj që në shumicën e subjekteve politike, për mos thonë të gjitha, ka pas hezitim në degë të caktuara, që ata të mund të përfaqësohen, ose ka pas degë ku ka pas më shumë kandidat, e derisa e kanë bë vendimarrjen, apo në vendet caktuara dhe derisa i kanë rendit. Mirë po besoj që përveç 10 apo 20 parë, numrat tjerë janë të parëndësishëm dhe veçmas në rast se ti je dikushi në fushën ku ti prezanton, qytetarët të gjejnë që thot populli kudo që të fshehen elementë tjerë në këtë listë publike. Mirë po nga rendja për talon fund. Ka vlerë, pastaj 20 e tutje varësisht nga emri. Kryesisht nga emri, 10 që e parë është mundësia reale për të bërë deputet, për arsye se një numër i konsiderueshëm i njerëzve votojnë nga 1 deri në 10 duke u